Selam aleikum hoxh, unë shkollën e mesme e kam përfundu me dresen, por nuk kam mundur të studioj edhe në fakultet. Do me thonë tani, jam me një fakultet tjetër, por dua shumë të studioj më shumë për fejnë e Zotit. Wa aleikum assalam wa rahmetullah, lusë Allahun e lartësuar që të ruaj dhe të t'jap mirësi, kudo që t'jesh. Besimtari nuk ndalet. Pra kërkimi i diturisë fetare është pjesë e pandashme e jetës. E kështu duhet jetë. Pra aty ku je, ke fakulteti ku je, krahas atij fakulteti, ti mund të memorizosh Kur'anin, nuk ndalesh, mund të lexosh libra fetar, mund të prezantosh ligjërata. Kush e merr një rrugë për kërkimin e diturisë pra fetare, Allahu i lartësuar për shkak pra të kësaj rruge që ka marrë ja lehtëson rrugën për në xhennet. Kështu kuptohet për një hadithit profetit alayhi salam. Prandaj unë të këshilloj që të bësh një program, për shembull Kur'anin, memorizim, përsëritje, leximin e kuptimit të fjalëve të Kur'anit. Po ashtu libra të ndryshme, mos ndalesh. Dhe fakultetin pra që po kryen, patjetër është pjesë pra që ti e ke zgjedh, degë që e ke zgjedh, përpiqesh dhe krahas kësaj pra edhe kërkimin e diturisë fetare. Dhe ti e di, besoj që një besimtar, pra ose një njeri i cili i di rregullat fetare, ai me lejen e Zotit gjithësisë, do t'jeti i dobishëm aty ku është, do t'jetë më i dobishëm. Pra pse? Për shembull e marrim shembullin e një mjeku, nëse studion mjeksi. Ti nëse pajisesh me dituri fetare, atë punën që e bën, nuk e bën më thjesht si zanat, por ti synon që me atë punë të afrohesh tek Allahu i lartësuar. Ti e di që po shpëtova një jetë, pra shpërblimi është sikur kam shpëtuar gjithë njerëzimin. Ti kur e bën atë punën, pra ndoshta jemi mësuar me një pjesë, jo të gjithë, me një pjesë të mjekëve që marrin korrupsion. Ndërkohë ti ke lexuar, ke mësuar që është ndaluar, është haram. Po ashtu ti nga si profesion ti e bën këtë si mision. Me u gjend njerëzve, me i bërë dobi atyre. Pra e tjerë prej mirësive të shumta që ka pra dija fetare. E ndihmon njeriu që të jetë i lumtur në këtë botë, por të fitoj edhe lumturinë e përjetshme në botën tjetër. Pra mos u ndal. Kërkimin e diturisë asnjëherë mos u ndal. Me lexu, me mësu, me studiu, me u angazhu. Ndoshta përfundon këtë fakultet, e vazhdon më vonë një fakultet pra fetar. Allahu të rujt, Allahu të dhanë sukses.